Po sikur të toja se gjithçka që beson per realitetin është një iluzion. Se gjeta që jeton, mundësitë që të dalin per para. Dhe magje edhe pengesat me të cilat per balesh, nuk gjane aksidente, por projekcionet e diçka që shume me të telle. Per shekuq me radhe, rojet e digjes ezoterike gjane persekutuar, heshtur dhe eliminuar. Pse? Sepse ata dinin një sekret shume të Fukishem, një sekret kë, nëse e zbuloni dhe e zbatoni, do të ndryshogje plotesisht mënyrën se si e përgjetoni boten. Ki nuk është thjesht një video që të rreth motivimit ose të menduarit pozitiv. Është një eksplorim i thellë i parimeve metafizike që keverisin universin, të zbuluara nga mistiket, alkimistet dhe të urtet gjatë gjithë historise, por edhe të konfirmuara nga shkenca moderne. Të mendja kontrolon gjithë çka nuk, është thjesht një fraze frimezuese. Është celesi kryesor që hap djert drejt fukise se vertete. Nga mesimet hermetike të fizika kuantike, mesazhika kenek gjithmone i ngjajte, realiteti që përgjetoni është një paskirimi vetëdigjes suaj. Pse mendoni se ata dogjen libra, persekutuan gnostiket dhe e transformuan digjen në dogme? Sepse një keni njerëzore që zoteron mendjen, e vetë është një keni njerëzore e pamundur per të kontrolluar. Dhe tani, pjetja është, a gjeni gati të hapnisite? Nëse po e shikoni këtë video, nuk është rastesi. Sinkronizmi gjuka u dhe kur këtë ofgjale. Diçka brenda gjush po zgjohet. Tani bashkohuni me mua në këtë udhëtim derisa zbulojme sekretet që ata nuk duan ke gjuti dini. Por kini kushdes. Sapo ta mesoni të verteten. Nuk ka këtim pas. Shkencat e spiritualiteti. Një rrugë e përbashket. Per të kuptuar fukine e vertetet e mendjes. Duhet të udhëtojme prapa në kohë. Per të jasaj që na është mesuar në shkolla. Per të shpjegimeve si përfakesore që para këtë shkenka moderne. Duhet të kthehemi të rëngjet e një mensurje që u varros dhe u fsheh me kushdes gjatë shekuqve. Historia e mendjes si krigjuese, i realitetit fillon me hermetistet, i lështën e piramidat e Egjiptit, të fshehura në higjet, i dhomave të shenjta, të urtet e shkolles se lështët e thotata, kuptuan diçka që këtë termi modern sa po ka filluar të shohe. Gjithçka është mendje, universi është mendor. Kjo nuk ishte thjesht një fraze metaforike, por një parim themelor që e përkakton vete strukturën e krigjimit. Sipas hermetik universi është një fushe, e gjere energjie mendore në të cilën që do mendim, që do ngjengje, formeson realitetin, që do gje kë shihni, që do gje kë prekni, që do gje kë mendoni. Është thjesht një manifestimi një vibrimi të lashta mendor. Shume kohë përpara se fizika moderne të filonte të suggeronte se materia është thjesht energjie kondensuar. Alkimistet ata e kuptonin tashme se transformimi i materjes fizike ishte, në fund të fundit, një çështje e transformimit të brendshëm të vetëdijes. Paracelsus, një alkimist i mensur i shekullit të gjashtëmbëdhjetë, tha, bota e jashtme nuk është gjë, që të vetë një paskirim i mendjes së brendshme. Kjo ide mund të gjurmohet edhe me taj, të mesimet e Platoni, i cili në punën e taj Republika ai foli per idete, ose format që ekzistonin në një plan të përjetshëm mendor. Per Platonin, realiteti fizik nuk ishte gjë që të vetë një higje, e një realiteti me të lartë mendor. Në shkrimet e shenjta gnostik, të cilat konsideroheshin akte rrezikshme nga autoritetet e kishes mesjetare, sa thuhet se ndër gjegja njerëzore nuk kufizohet vetëm të mishipor per kundrazi është krigjuesi i vertet e i botes. Bota materiale, sipas gnostikeve, ishte thjesht një projekcion i mendjes hyjnore, një hije e një rendime të tele kozmik. Por kjo njohuri u shtip dhe u shtremberua per shekuj me radhe, pasi kisha kishte frike nga fukja e një njerëzimi të vetëdajshëm per hëgjnine e tij të lindur. Gjatë gjithë mesjetes, Rosicrucianet dhe templaret ata vazhduan të ruanin këto sekrete në ritualet dhe tekstet e tyre të shenjta. Rosicrucianet, një urdhër mistik, origjina e të kilit humbet në mjegullen e kohes, pohonin se fukia i mendjes ishte ake madhe sa mund të teqkalon vete matirjen ata i dinin se per të zoteruar boten e gjashtme. Se pariduhesh të zoteronin boten e brendshme. Dhe kështu, ritualet e tyre sekrete përkendroheshin jo vetëm në njohurinë e gjashtme, por edhe në rafinimin e brendshëm të vetëdigjes. Ndërsa e kim përpara në kohë, figura si Giordano Bruno de René Descartes ata i paskiruan këto ide, me gjithese në një mënyre me shkenkore. Bruno, një filozof i rilindjes i cili u dogsh në Turen,
e druve per bingjet e taj. Shpalli se mendja një shkendigje hijnorej, silika aftesine te modeloje universin, nje mendim revolucionar ke sojne denimin e tij. Nga ana e tij, Descartes, pavarësisht dishimeve të tij per boten materiale, pohoj me të famshmen e tij, cogito, ergo sum, une mendoj, pra ekzistoj, se mendja është baza. E se do realiteti Descartes nuk e kuptoj plotësisht fukine, transformuese të mendjes, por deklarata e tij shenojnë gje moment historik. Pasi i dha mendjes pushtet absolut mbi realitetin, historia e fshehjes dhe shtypjes se kësaj të vërtet e shtrihet deri në kohet moderne, ku shkencë kuantike ka filluar të japet të ngjajtat përfundime si ata mistiket dhe filozofet e vjetër. Në shekullin e 20, i famshmi përvogje me prergje të difishte a i zbuloj se vezgimi i grimkave në anatomike ndryshon të sjelljen e tyre. Kjo konfirmon atë këtë lashtet e dinin. Realiteti nuk është i fiksuar, por ndryshon vazhdimisht, varesisht nga mendja ke e vezgon atë. Pra, në vend këtë gjemi thjesht spektatore pasive të një, universite parakaktuar, ne gjemi krigjuesit e asaj ke përgjetojme ki eshte sekreti, nga i cili kishin friket e fukishmit. Digja ke ata u përpoken të shkateronin gjate shekujve. Dhe me gjithese mendjet kureshtare të historise u përpoken të varrosnin kete të vërtete. Shkenca moderne me në fund po filon të zbulogje ate ke të lashtete dinin tashme. Universi eshte mendor dhe mendja gjuaj ka aftesin e të formesogje ate. Realiteti si një projekcioni mendjes tani kë kemi e kur në rrugan e dishetareve të lashta. Arrijme në momentin kiq të eksplorimit tone. Të vërteten të lbesore kë universi eshte mendorsfare do të tote këgjo. Dhe me e rendesis mgja. Si mund të zbatojme këtë njohurin e gjeten tone per të transformuar realitetin tone. Per të filluar. Duhet të kuptojme se mendja nuk eshte vetem një organ, ne koken tuaj nuk eshte thjesht një funksioni trurit. Mendja, në kontekstin me të teleteketi e mesimi, eshte një forse kozmike kë eshte e pranishme nes do gje kë eksiston. Të lashtet e dinin ketes do gje, nga atomi me i vogel deri të i gjet me të larget. Eshte e mbushur me një vibrim mendor. Gjo eshte a gjo ke i legjoj ata të pohonin se i gjithhe universi eshte një manifestimi një vetedigje universale. Imagjino si kur mendja gjote eshte si një frekuence ose një dridhjeq do mendim. Që do emocion, eshte një vale energjie kë rezaton në kozmos. Ashtu si valet e radios transmetojnë sinjalet e padukshme. Mendimet dhe emocionet gjithashtu generojnë e vale, por keto nuk kufizohen vetem në perceptimin tuaj. Ato ndikojnë në vete strukturen e realitetit. Filozofi dhe shkencetari Ernest Holmes i shpjegoi këtë thjesht. Mendimet gjanek gjera kë behen në gjargje fizike permes një dridhjegje mendore. Nese këgjo ide ju trondit. Këgjo ndodh sepse na eshte mesuar të mendojme se gjerat kë ndodhin në bote materiale gjanet e pavarurangane. Se ato gjane, i gjashtemde, ne pjeseme të madhe, ato gjane per taj kontrolit tone. Por celesi i këtij mesimi eshte pikerisht e kunderta, po ta fizike nuk eshte gje tjetër veç se një manifestimi mendjes sone kolektive. Do gje kë shihni, do gje kë pergjetoni, eshte rezultati drejt per drejte i mendimeve kolektive të njerëzimit dhe mendimeve tuaja, të cilat ndërthuren me dridhjen universale. Si pas ligjit hermetik, i cili thote se, si lart, ashtu edhe poshte, si brenda, ashtu edhe gjashte, bota gjuaj e brendshme ndikon në boten tuaj të gjashtme. Nëse keni mendime per frike, dishimo se mungese po akordohesh në një frekuence këtë rekta ngjashtat energjine gjeten tende. Por nëse kultivon mendime perbolek, miren gjohgje dhe besim do të filoni të shihni se si universi reagon në perputje me rrethanat, duke i reflektuar ato vibrime në një mënyre të prekshme. Kjo eshte pikerisht ajo ke mesues shpirtërore ata mesuan gjate shekujve se. Per të ndryshuar bote, se pari duhet të transformojme mendjet tona. I të meditim, ai mendim i vetedi shem depohime pozitive keto, gjanem jete kë në legjojnë të harmonizohemi me ligjet universale. Si valet e një radioje ko i akordojme per të marre në gestacion me cilesi të larte. Celesi eshte të pranosh se ti. Ashtu si universi, gjedridhje dhe kur ta kuptosh kete. Do të fillosh të shohesh se si mendja gjo vetem ke paskiron realitetin. Por edhe, krigjon. Si ta perdorni fukine e mendjes suaj per të transformuar gjeten tuaj ndërsa shkirtojme me te, eshte thelbesore të kuptojme se si mund të zbatojme kete të vertete të fukishme ke universi eshte mendorne gjeten tone të perdiqme. Si mund t'i perdorim mendjet tona, të silat gjanet të lesisht të lidhura me vete digjen universale, per të transformuar realitetin tone.
Pergjigja kendron në kuptimin e parimeve themelor që e keverisin kete lidhje, dhe I paringa keto qelesa eshte ligji I dridhjes. Çdo mendim, çdo emocion dhe çdo veprim që ndërmarrim gjeneron një frekuenca vibruese. Kjo frekuencë nuk është diçka abstrakte ose e paprekshme, por përkundrazi kanë gjë ndikim të drejt për drejtë dhe real në mjedisin tonë. Nëse vibracionet tona të brendshme janë të harmonizuara me mendimet e bollek, paket dhe dashuri e ngjeshta vibrim projektohet nga gjashta, duke tërhekur me shumën nga të ngjeshtat energji në jetën tonë. Në këtë mënyrë, mendja jone jo vetëm ke paskiron atë ke shohim, por edhe vepron si një magnet për atë ke përjetuam. Le të marrim një shembull të thjeshtë. Imagjinoni sikur ngjeni vazhdimisht frikë ose shkëtesim. Kjo gjendje emocionale gjeneron një frekuencë të mungesaj e të mungesegje që mund të sogje në situata që I përforkojnë ato gjendja. Por nëse, përkundrazi, kultivoni një gjendje pozitive mendore plot vete besim dhe mirënjohje, ju filloni të tërhiqni mundesi që ju ndihmojnë të lulezoni. Dridhja, pra, nuk është diçka për të kontrollit tuaj. Është diçka që mund të zoterosh puna e brendshme që beni çdo ditë. Nga meditimi deri te ndryshimi I mendimeve dhe emocioneve tuaja, ka fukin e të regulloje frekuencen tuaj vibruese. Ky rregullim nuk është vetëm metafizik, por edhe praktik. Nëse përqendroheni në mendime të larta dhe pozitive, mund të përshtat mendjen tënde me dëshirat dhe kelimet e tua me të larta. Një nga aspektet më interesante të këtij mesimi është fukja e kalimi është akti I vetëdijshëm I përshtatjes së mendimeve dhe emocioneve tona me një kelim të kartë. Nëse vendosni një kelim të kartë dhe të forte, me energjinë e mendjes suaj ki kelim behet një fare që fillon të mbijë në realitetin fizik. Qelesi është të ruhet vizualizim I vazhdueshëm përqendrohuni në atë që doni të arrini, dhe besoni se kjo është e mundur. Mendogjeni këtë koncept si një artist që krijon një krijeve përpara se të filloje. Artisti ka një vizion në mendjen e tij për atë që dëshiron të krijoje. Përmes çdo goditje që furse, çdo detajë që shton, ai e transformon atë vizion mendor në një realitet material. Mendja juaj funksionon në të ngjajtën mënyre ajo që shihni, dhe engjeni brenda fillon të materializohet në botën tuaj të jashtme. Duke kuptuar që mendimet dhe emocionet tuaja janë energji që projektohet drejt universit, mund të filloni të merrni kontroll I vetëdijshëm për atë që përjetoni. Nëse dëshironi begati, për shembull, filloni duke e mbushur mendjen tuaj me mendime për bollek dhe mirënjohje. Nëse dëshironi pake, përqendrohuni në këtesinë dhe këtesinë e brendshme. Çdo gjë që ju nevojitet është brenda jush, duke pritur të aksesohet, aktivizuar përmes mendjes suaj. Megjithatë, mendimi dhe kelimi vetëm nuk janë të mjaftueshëm. Ky ligj I fukishëm I dridhjes të këtë shprehjen e tij me të plotë, shtet helbesore të ndërmerren veprime mundesite. Ky lindin në jetë nuk parakiten gjithmonë në mënyrën që presim. Ndonjëherë, përgjigjet dhe mundesite gjenden në hapat që ndërmarrim me besim, në veprimet e përditshme të përputura me mendimet tona me të larta. Ky proces shanderohet në një vale kozmike në të cilën mendje dhe veprimat të bashkohen për të krijojë realitetin që dëshiron të përjetosh. Nuk mund të presesh që gjithçka të ndodhe vetëm duke e dëshiruar. Universi përgjigjet kur ti e përput veten me parimet e tij dhe ju po lëvizni drejt kelimeve tuaja me besim dhe vendosmëri. Duke pasur parasysh të gjitha këto, mund të konkludojmë se universi përgjigjet jo vetëm asaj që mendojmë, por edhe asaj që ndjejmë dhe bëjmë. Mendja është shkëndijja. Veprimi është lënda gjegese që ndezgjarrin. Ligji I tërheqjes, si ta manifestoni atë që dëshironi tani që e kuptojmë se si ligji universal I mendjes në lidhje me krijimin e realitetit tonë, është thelbësore të zbatojmë këto parime praktikisht në jetën tonë të përditshme. Magjia e vërtetë e të kuptuarit se universi është mendorselesi këndron në mënyrën se si mund. Ta përdorim këtë kuptim për të transformuar përvojën tonë personale, profesionale dhe shpirtërore. Me poshte, do të shkirtojmë disa mënyra konkrete për të përdorur këto mesime për të arritur rezultate të prekshme. NGA. Vizualizim kreativ. I e të shfaqje, shtengje mjet I fukishëm, që ju legjon të lidhni mendjen tuaj të vetëdijshme me mendjen universale. Duke praktikuar vizualizimin e asaj që dëshironi, ju po I dërgoni një sinjal universit për atë që dëshironi të tërhiqni. Ky proces përfshin jo vetëm imagjinimin e asaj që dëshironi në detajë,
por edhe ngjësinë e emocioneve të shokeruara me atë vizualizim sikur ta ishte tashmë një realitet. Imagjino sikur dëshiron të arrish sukses në karrierën tënde. Nëse e vizualizon kartë kelimin tënd. Duke u përqendruar në gjendjen e arritjes dhe mirënjohje universi do të filloje të rreshtohet për ta bërë atë vizion realitet. Por vizualizimi nuk është vetëm një akt mendor. Ai duhet të pasohet nga veprimi. Veprimi vetë dishem që do të gjusjele me aferatish kelimi. Sa herë që vizualizon diçka që dëshiron, bëje me intensitet dhe denim gjojo vetëm që përgatit mendjen tuaj për të pranuar, por edhe forkon dridhjen e dëshirave tuaja. 2. Afirmime pozitiv. Te pohime pozitiv këto. Gjane pohime të fukishme që mund t'i përdorni për të riprogramuar mendjen tuaj dhe për të tërhekur atë që dëshironi. Nëse besoni se mendimet tuaja krigjojnë realitetin tuaj, atëherë duke ndryshuar dialogun tuaj të brendshëm, mund të ndryshoni fatin tuaj. Per shembull, nëse doni të tërhiqni bolek, mund t'i përsërisni vetes pohimet e tillasi. Gjami hapur për të marrë bolek në të gjitha format e mundshme. Kjo praktike e vazhdueshme krigjon lidhje të rregja nervore në trurin tuaj, duke ju përqendruar në atë që dëshironi dhe duke ju larguar nga mendimet kufizuese. Afirmimet jo vetëm që përforkojnë mendjen në ndërgjeshme, por veprojnë edhe si një magnet me energji pozitive që tërheq situata, ngjëres dhe mundesi të përafruara me kelimet tuaja. 3. Fuqia e mirënjohjes. Mirënjohja është një nga vibracionet me të larta që mund të ruani. Kur përqendroheni në atë që keni në vend të asaj që ju mungon, po i dërgoni universit sinjalin se ndihesh, i bolshem dhe i kena kur kjo energji pozitive ka fukine të shume fisho bekimet e tua. Praktikimi i mirënjohjes që do dita është një mënyrë efektive për të rritur vibracionin tuaj. Mund të filoni çdo mëngjes ose para gjumit, thjesht duke thënë faleminderit për gjërat e vogla dhe të mëdha në jetën tuaj. Ky zakon jo vetëm që përmirëson mirëqenien tuaj emocionale, por gjithashtu ju lidh me rrjedhën natyrore të bolekut universal. 4. Ligji i tërheqjes në veprim. Si që përmendem edhe me pare, vetëm mendimi dhe kellimi nuk janë të mjaftueshme. Veprimi është qelesi pa lëvizje drejt kellimeve tuaja. Universi nuk kanë gjë mënyre të kartë për të vepruar në favorin tuaj. Rështë si të mgjelesh një fare në toke, por pa e u gjitur atë. Nështë i rendesishme margjen e vendimeve dhe ndërmerni, hapa praktike kjo gjane në përputje me kellimet dhe vlerat tuaja. Nëse dëshira juaj është të krigjonin një gjetet e begate, atëherë duhet të gjeni të gatshëm të mesoni, të investoni kohë dhe përpjekje dhe të kendroni të përkendruar. Mos harroni se mundesit e nuk vajnë gjithmonë në mënyrën kë presim, por nëse ndërmerrni veprime me besim dhe vendosmëri universi do të fillojë të hapesh tikgje. 5. Vendosni kelime të karta dhe specifike. Gjë nga gabimet me të zakonshme është moskartesia. E mjaftueshme për atë që duam vërtet. Kelime specifike ato gjane me të fukishme sepse i tregojnë universit saktësisht se çfarë dëshironi. Nëse thoni vetëm, dua të jem i pasur, universi nuk e di se çfarë do të thotë kjo për ju. Por nëse thoni, dua të gjeneroj një shume të kaktuar parash në 6 muaj të ardhshëm përmes biznesit tim. Kjo kartesi aktivizoni ligjet universale për të shprehur dëshirën tuaj. Vendosja e kelimeve të karta ju jep njëveri dhe fokus dhe ju legjon të merrni vendime me të peraferta me atë që dëshironi vërtet të krigjoni. Per me të per. Eshta e rendesishme të gjeni fleksibel. Ndonjëherë universi ka plane edhe me të mira nga sa mund t'i imagjinoni. Duke i zbatuar këto parime në jetën tonë të përditshme. Në fillojme të jetojme në përputje me mensurine universale. Ajo që mendoni. Njeni dhe beni kanë gjë ndikim të drejt për drejtë në jetën tuaj ti nuk gjë viktime e fatit, por një bashkë krigjuesi vetë ditshëm të realitetit tuaj. Mendja është e fukishme dhe me të kuptuarit se universi është mendor, ju mund të filloni të transformoni botën tuaj të brendshme në mënyrë që ajo të reflektohet nga gjashtë. Kjo njohuri jo vetëm që të fukizon për të krigjuar atë që dëshiron, por edhe për të gjetuar me pake, mirënjohje dhe harmoni me të madhe. Në fund të fundit, ndryshimi me i thele fillon nga brenda. A gjeni gati të zbatoni këtë mensuri dhe të transformoni jetën tuaj. Zgjimi i potencialit tuaj, ndërsa përfundojmë këtë udhëhetim zbulesash, rreth lidhjes midis mendjes sone dhe universit, është thelbësore të reflektojmë mbi atë që kemi zbuluar. Nëse keni arritur deri këtu, keni bërë hapin e pare drejt një kuptimi me të thellë të realitetit që ju rrethon. Sinkronizmi të ka udhëhekur këtu. Tani,
a gjegatit e marresh kontrolin e plotet e realitetit tënd. Vepro tani, sepse mendja kontrolon gjithçka.